Pas rritjes së një dite më parë, Bordi i Transparencës ka vendosur të ulë çmimin e karburanteve këtë të mërkurë. Konkretisht, litri naftës tek tregtarët me pakicë nuk do të shitet më shtrenjtë se 207 lek, duke ulur me 8 lek. Ndërkohë, çmimi maksimal i ri për benzinën i vendosur nga Bordi nuk do të jetë më i lartë se 174 lek për litër, duke ulur me 4 lek në krahasim me një ditë më parë. Ndërsa çmimi për gazin ka mbetur sërish jashtë vendimarrjes nga ana e Bordit të Transparencës. Në bursat ndërkombëtare, çmimi i naftës Brent që shërben si referencë për përcaktimin e vlerës finale të karburanteve në vende të ndryshme të botës, ka zbritur sërish në nivelin e $100, duke u kuotuar në rreth $97 për fuqi. Çmimet e reja hyn në fuqi në orën 13:30. Ministria e Ekonomisë sqaron se pas këtij vendimi, akciza do të vazhdojë të aplikohet 100% mbi naftën, pasi çmimi është në nivelin e 220 lekëve, sipas aktit normativ të ndërmarrë nga qeveria në fillim të muajit. Teksa kanë kaluar 2 muaj nga fillimi i konfliktit në lindjen e mesme, çmimi i naftës është rritur me rreth 16%, duke kaluar nga 175 lekë për litër në 207 lekë këtë të mërkurë.